Përshëndetje të gjithëve. Kur përgatis tava me oriz, mundohem t'i fus brenda edhe perime të tjera për t'i bërë recetat edhe më të shëndetshme. E tillë do jetë edhe receta e ditës së sotme, do jetë një pul me plot perime. Sigurisht nuk do mungoj edhe baza e saj që është orizi dhe mishi i pulës. Fillojmë nga përgatitja e mishit të pulës. Në një tenxhere të thellë, vendosi mishin e pulës duke i shtuar krip, piper të zi, mik erzash dhe në fund fare vaj ulliri. Do t'i bëjmë një skuqe të plot mishit të pulës, duke ullur temperaturën dhe duke i vendosur kapakun. Në këtë mënyrë mishi jo vetëm skuqet, por edhe zbutet shumë. I vendosim kapakun dhe e lëm të skuqet, duke e kontrolluar her pas here. Mishi ka filluar të skuqet, në fillim mishi lëshon lëngje dhe janë ato lëngje që e zbusin mishin. E shikoni ka marrë ngjyrë. Presim një qep në pjesë të vogla. Qepën e kemi gati. Do largojmë mishin nga tenxheria dhe në yntyrnën e mishit do vendosim perimet radh. Do ta filloj me qepën. E largojmë mishin dhe e vendosim në tavën në të cilën do e pjekim. Shtuam qepën, do t'i bëjmë një skuqe të plot edhe qepës. Ndërkohë që qepa skuqet, ne do presim në kubik të vegjël 3 karrota. Janë karrota të një madhësie mesatare. Vazhdojmë t'i presim në kubik. Një lloj si veprojmë për karrotat kur i përgatisim supë. Karrotat tashmë janë gati, edhe qepa është ka urdisur. Shtojmë karrotat, i bashkojmë bashkë. Sërish do t'i vendosim kapakun dhe ne do merremi me prerjen e 2 specave jeshil. Nëse do ishte një jeshil një kuq, akoma edhe më e shijshme, do delte tava. Unë i kam specat jeshil, ndaj po përdor vetëm jeshil. Specat janë gati, i shtojmë në tenxhere. Duke i bërë edhe specave një kaurdisje. Është momenti për të shtuar orizin. Shtojmë 2 filxhane gjysmë me oriz. Filxhanët janë filxhan çaj dhe nëse do i mbushni me ujë, atëherë mbajnë 200 ml. I bëjmë një kaurdisje edhe orizit. Kemi 2 filxhane gjysmë me oriz, do shtojmë 6 filxhan me ujë. Gjithmonë unë i shtoj më shumë se raporti 2:1. E rregulloj masën me krip, një lugë çajit me krip. I shtojmë pak piper të zi, edhe miksin e erëzave. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta ziejmë për 10 minuta. Në këtë mënyrë perimet gjatë pjekjes nuk na depozitohen në sipërfaqe, por shpërndahen në të gjithë tavën. Ndaj mua më pëlqen të jenë të përziera dhe jo vetëm të dalin në sipërfaqe. I kemi bërë gati gjysmën e zjerjes orizit, e largojmë nga zjarri dhe e vendosim në tavë. I sistemojmë edhe mishin sipër dhe e pjekim për 30 minuta në 220 gradë dhe shikoni sa i mirë që duket. Një recetë e shijshme dhe e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.